kemi dhe një problem tjetër të rëndësishëm, bashkë me këtë, tani do të flasë Arlindi, këtë që po flisë një të tani, por unë do të shtoj këtë jetë në vëmendjen e Arlindit dhe të ju të tjerëve par më pas. Qiko, po që se nuk dua unë, nuk ndërrynë Sali Berisha. Kur doja unë, Sali Berisha ndërrynë të fort. Kur s'dua unë, 30 vjetë, 20 ca vjetë, Berisha nuk ndërrynë asnjëherë. Edi Rama nuk ndërrynë asnjëherë. Duhet ju them, ja një minutë. Ti do me thënë, vetë, po të themë këtë me dalë, që këto vetë afrojnë, servilet dhe... Një sekundë, për nuk jam pak. Ja. Edi Rama, mua, përveç për plasive që kemi patur të shumë të e gjitha, më ka ndërryrë vetëm njerë që ka qenë çështje konteksti dhe ishte gabimi ynë. U morë si një gjë që ai e thosh me nën tekst për Trumpin, sjelljen e Trumpit e kështu, dhe ndërryri dhe tha çfarë është kjo. Dhe ai kishte drejtë dhe unë kërkova ndjes. Po s'u afrova unë, Edi Rama nuk ndërryn. Sali Berisha nuk ndërryn. Pra, ne... Po që nuk ndërryn, po që vdesësh. Ke dy rrugë. O do shërbesh, o do vdesësh. Ndaj nuk ndërryn, nuk ta mbyll vetë. Ne s'kemi vdekur, Bushat. Si ne s'kemi vdekur. Sepse ti je shumë i nevojshëm. Kemi vdekur. Ja. Edhe ne kemi bërë kompromise. Jo. Ti je shumë i nevojshëm. Absolut. Për ata që për të mbuluar atë çorbën që bëjnë, ju duhesh ti. Po që për të thonë ka dhe zëra këtu, kemi gjiri. Gazetari sot të vërtet Shqipëris bën do të asnjëri. Harroje. Tani vazhdo. Sështë gjitha e vërë. Unë nuk e besoj. Unë them dhe Bushat që ne kemi pjesën tonë të rëndësishme të fajt. Sali Berisha dhe Edi Rama nuk të thret në ndim. Sali Berisha dhe Edi Rama kanë mbajtur fort ata të 35 vjetë. Nga këte, emrat që përmëndet ti, nga mbaroj Saliu, priste radhën këtu për të marrë Rama, po i vinte vetë dhe i falet vetë. Së mund bëjnë një moralin kajtë matë ne për këtë gjë. E kuptor, jo ti, jo. E them për... Edhe kur shikoj emisionet të këti loj, kur dilet në frëngji, nga një frëngji, kur është e gjitha në shërbim të njerit, të Saliut ose të Ramës, dilet nga jo frëngji dhe sulmohet shka pavarësit, është turbi botës. Mediat e mëdha, në qoftë se ti nuk ke 500.000, 1 milion shikus, klikime, nuk ke vlerë, në qoftë se ata nuk arrin me e gjithë se qa do publiku, nuk mund të preashtoj, mardhënë me tregu. Janë plotësi. Nuk mund të bëjnë. Nuk mund të bëjnë. Si, e boka Edi Rama atë me pa 500.000 vetë. Jeni të rëzdiumë. E boka Edi Rama me pa 1 milion vetë. Ato probleme që thanë janë, po këto janë media profesionale që kanë një akses shumë të madhë. Ore, Big Brotherin për trege kanë ata, puna është që kanë Big Brotherzuar edhe informacionin. To janë mediat e tregut, kanë probleme, nuk diskutohet në këtë formë. Janë media jashtë tregut. Organizoj diskutim, propozoj thiri dhe ata, me dhëna, me shifra, bëjmë një diskutim të mamë. Se ne jemi njërës mediave, ne po godasim vetën tonë, ne jemi media tregu, gjithë ne jemi. Ato janë më të mëdhej se ne, janë më të mëdhej se ashtu kanë nesë. Dhe i verifikon shikueshmëria. Në të moment që nga Top Channel dhe. Shikueshmëria... Që nga Top Channel të një. Jësë jam Top Channel. Që nga live sot njërin Top Channel. Ja, është registrim dhe jetë. Registrim, pre që është live të zë dhe s'ka dy live. Nuk ka dy preç, shkruan njëri kode, kupton? Po jo, se ka... Dy preç, një preç kemi tani dhe me zje kemi. Tjetër gjë. Tani unë them që Arlind si përfundimisht nga dy fjalë se cili edhe ti ikim. Se dhe këta zëmërojnë dhe digjojmë dhe sharit e këtyre. Këta shajnë paze. Operatorët e këta jazikesh. Shajnë paze, mëse edhe kanë drejtë. Dashit si thua ti përfundimisht? Unë them që çështjet kryesore dole. E përgjithshme është pozitive thua ti? Përgjithshme është kritike, po... Media do vazhdoj t'jetë këshu. Do shkojnë më... Dhe doktori do t'jetë po ky që është. Absolutisht edhe po i kontrolun. Bashkë me Ramën. Themelore. Më lejo vetëm një. Ja, disa fjali po. Në interesat themelore, se sigurisht ata kanë edhe rivalitet në tyre, po në interesat themelore, Edi Rama dhe Sali Berisha janë bashkë. Janë bashkë kur u shërbejnë oligarkëve, janë bashkë se duan të ruajnë duopolin partijak,
Unë uroj ta bësh vërtet javën tjetër. Po, e vdekur e punë. Çështjen e reformës zgjedhore. Te, do ta lëm të enë. Mua dakord më këtë çdo kohë, që duan praktikisht të përjashtojnë çdo parti të re që nuk pranon të futen në koalicion me ta. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pra edhe më keq se ti eliminojnë partitë e reja, duan t'i korruptojnë dhe t'i kompromentojnë. Partitë e reja janë bashkë në leje ndërtimin gjithçka tjetër. Ti ke pas thënë një deklaratë legjendare para një 2 vjetësh për Erion Velian dhe Shkëlzen Berishën. E mban mend? Dhe si s'na flasin të një. As ju flasim me gojë për atë gjë. Dhe ajo është e vërteta e madhe e asaj që pastaj del si teatr politik mes që bëjnë si kurrëzien, e rrihen, e shajën, e gjithçka tjetër. Teatr është, me thënë drejtën në... Po teatri i shëmtuar, se Kuba Gjeti ishte teatr, s'po vjen një fjalë, jo e farsë, tamam një farsë. Teatri i shëmtuar është, me thënë drejtën. Ka në një... Kemi në një, Gendi, se duke sigurisht dhe sikur mos ka ndodhur në një jashtë. Jo në këtë orë. Ne edhe na vinë këtu, na vinë edhe... Tani, do të bushati kishe gjeti se të kapi populatat duke parë telefonin. Sikur i tham. Sikur i tham. Dolën gjitha problemet në rrët të shiku, s'folëm, s'postuam për SPD, një marrëveshje tani të bëjnë prak shumë të lartë, kemi prak tani, kja Arlindit mos e kalojtë dhe të prak, edhe këta tjerë të vejlit, dhe ata të jenë reat, 2 partitë mëdha, në punën e tyre, në jetën e tyre, në kompanitë e tyre që kanë krijuar, Do dalë për humbë. bizneset e tyre, dhe tani, ka që kishim, folëm për pjesën e parë, që po elmohen edhe policia tani, akademikët e rinj ishin elmuar e gjitha, folëm aty ishe liruar drejtoresh e Akshit, në lirimi, kishë kaluar në lirim tjetër, po kështu këshin kaluar në rreth shtëpi njëri që kishte vjedhur 30 shtëpi të fundit tani, bushat, si ti s'dëgjove gjë, e këshin kaluar në rreth shtëpi dhe ai s'del me për të vjedhur, njerin e këshin lënë në burg, po këshin rënë marrëveshje që ta pranonte njeri fajin. Edhe po ky mund të vjedh 15 tani, ky tjetri që u lirua, që është në rreth shtëpi. Pjesën e dytë po s'qepat të gjitha hallet e politikës, të gjitha këtu i kanë dorë Ajdi Rama i pari, të gjitha pastaj edhe doktorit që ka të vetat e të gjitha që nuk i lëshon të tash. Kaq ishte, faleminderit shumë edhe gjithë stafeve që ndihmuan, gjithë të nderuar, zoti Dashit faleminderit, zoti Arlind faleminderit dhe zoti Pres dhe zoti Bushat shumë faleminderit. Natën e mirë, javën e ardhshme, këtu na keni, do të flasim prapë, do themi çfarë doni ju, ndoshta dëgjoni, ndoshta zgjoni. Natën e mirë.